Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me videon e radhës Milajm Zeka. Milajm Zeka me 2, me 3 ose me 4 e më shumë ftyra. Unë nuk e di burri dhejot qysh ja lën ftyra me rajt ashiqare burr. Ama bash ashiqare dhe nuk kuqet hiq. Po thom këto sepse keni u binde edhe vet me videon që dërshojmë tash. Po shkojmë të ndëgjojmë miq, e të diskutojmë së bashku. E besoj që ka bërë krime UÇK-ja. Shiko, unë jam për zbardhjen e të gjitha vrasjeve gjatë luftës, e pas luftës, është më tha që do jetë pozitiv, e pafsha 100 vjet burg. Për të tregu patriot. E pafsha tha 100 vjet në burg. Unë kam qef më zbulu rastet gjatë luftës edhe mas luftës. Mas luftës, okej, gjatë luftës qa me zbulu? Shkijet që kam ra? Qa kemi zbulu atë? Ku shëm ra? Luft, për posë sërbet. Faktin kështu e di une. E kjo qa me zbulu nuk e di. Kështu që shkojnë amiq? Këta njerëz e shpiken këtë fushatën e famshme, liria ka emër. Liria nuk ka emër me Hashim Thaçin, as me Kadri Veselin, as me asnjë, ata që janë hapë. Liria ka emër me bujqet e kombit shqiptar. Jo, liria ka emër me shpionën e Fatmir Shehollit që rrishe përdit me ta. Apo? Shkojna? Me bujqet e dëshmorëve, me bujqet e Adem Jasharit. Prandaj këto budallaleqet patriotike, të këtyre banditëve patriotik, së në quj këta kriminal të patriotizmit, janë aq naive, aq shterpa, aq banale, sa që unë knaqem duke qesh, knaqem duke u tall. Hashim Thaçi, po shumë bile. Shka? Me kek, me aeroport, me Post Telekom të Kosovës, me AKM, me... Këtu pajtonë edhe? Zdi qka veç havon që se ka gry. Me qilli ka metë. Po mdoket këta kanë ngurën vesh ka burë. Se tojnë kur të kanë ngurën vesh ka e grujnë tokën e grujnë. Në siguri? Janë... Ngone miq, tash qka thot, mas pari, po shkojmë pengojmë qka thot për këta që i folit të remi tani, e ma vonë e këshimë qka thot për Albin Kurtin. Shkojnë miq, që lutëm. Dhëndurt e lirisë të Kosovës në Hagë. Tash i qunë dhëndurt e lirisë të Kosovës në Hagë. Kush e ofendon ata, ta që po dine, pe kuptoni një. A, qka tha ma heret, mi që lutëm? Qka tha ma heret? Që kjo është që po dhe ka shumë ftyra. Nuk i qare pa dal me demantu. Një me bagël njëri. Njeri pa ftyr, njeri rënz, njeri dallavërgji. Amo hiq bre, hiq s'ka uj, që shtojnë, uj në sy s'ka. As mërzitit bile pëse ranë, absolutikisht hiq. Kjo është për tërë, për sy të balit. Po shkojnë amiq, e të nëgjëm që ka dhot ashtë për ta. Ashtë e pa imagjinueshme. Lotë e krokodilit. Përgosësh të akuzosh për krimet luftës Adem Jasharin, UÇK-n dhe 4 liderët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që kanë bërë që ne jemi... Unë nuk e di pse peshtin këtu Adem Jasharin. S'pe kuptoj, çka ka të bëjë këtu Adem Jashari? Kush e ka akuzuar Adem Jasharin? Unë s'pe kuptoj miq, nëse dhe ju dini, ju kësha lut, shkrumna në koment, pse pëthës këtë fjallë, se nuk pe di. Shkojnë amiq? Bashkuar, që kanë bërë që fëmijët tonë dalin në përsheshe pa u frigu që polici serb ose ushtari serb do t'ja vras nanën, babën, do t'ja përdhunoj. Ka dalë o Milajm Zeka, se nuk jënë veç ta 40 që kanë bo këtë punë, pa ka bo këtë Kosova. Këtu është dalimi. Musë më në tash me ju hine për gjepa, mësë me thonë dikun tjetër, pe kupton që me thonë. Këta ka nëftu,
i përkullim. Po jo këta e kanë bo këtë punë, se këtë Kosova e ka bo. Kupilen ata dëshmorë që vdiqen, ata që janë gjallë, herojt e gjallë, kupilen. Kur të bëjsh analizë, të me bu pak ma gjënë. Nuk e veç 4 vete kanë bo luftën, nëse veç 4 vete që kanë luftu. Të paktën e diju në kështu. Se ka këto që jenë kordën e për luft tjerë. Shkojna, miq? Familjarët do t'i përdonoj këta dhe kjo është e çmenduria Çfarë gjuhë ka? Evropës e shtyr nga Serbia dhe më shumë se sa Serbia nga Rusia dhe më shumë se sa Serbia dhe Rusia nga shërbëtorët shqiptarë të Beogradit, të cilët historikisht kanë bashkëpunuar me Serbinë. Ata që njollosin UÇK-n, ata që në rrjetet sociale e shohin Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Seli. Po ti deri që tash jemi të shoh, hiç ma larë se parzit. Hiç ma larë se parzit. Ti ke thonë që unë e filmosit për mus me gjbo gjykatën speciale. Ashtu ajo, Milem Zeka. Ti qaj që ke thonë, unë e kom qef me pa 100 vjetë burg Hashim Thaçin. Ashtu ajo. Nëse nuk është, bënë një video thuj jo so që shtot. Po së unë e bënë se që shtu është. Kur e bënë të i ka zemën mirë o burë. Kur e ndrove ftyrën. Në që në spital. Shumë shpet e ka ndrove ftyrën më burë. Ta shë bënë njeri mirë. Ta shë bënë vajtus. Lot krokodili. Ka? Hajtë, të regom ka, të lutën. Shkojnë amiq? Dhe historia do të dëshmoj që pjesa dërmuese e dëshmitarëve janë të para përgatitur. Njone për ty në jetë ti, si mas historikës sotit. A i ka thonë që dokumentat e tu jënë hogë. Këtu, sa është e vërtet, unë nuk di, po në po foli me fjallë që anë e këmë dëgju në Debat Plus. Edhe të ka thonë live ty personal. Mos gabosha në Debat Plus, apo në Kanal 10. Të ka thonë ty, Milem, o në këshia shoh, Milem, ti i ki dokumentat tu jënë në hagë që i ke dëshmu. Sa është e vërtet nuk e di, ti mund me nga të regu më mirë. Shkojnë amiq? E kështu që kur ti i gjithë aty, mos falë për tjertë. Mos falë. Mos më në me la vetën në shpinë dikuna tjetër. Të paratrajnuar nga Shqippols, agent të lartë shërbimit sekret serb në Beograd dhe në Rusi. Që, e në gjutë miq, që me të plasë zamra, kush me dhonë kritik, kush me vajtu, e kush me mbrojt. Milem Bagla, Milem Zeka. Miq, edhe një pyetje e kom. Unë nuk e di pse për i thojnë Milem Zlachka. E kom një 2-3 herë, ka e thojnë Milem Zlachka, kush ka mundësi më spjegu, ja dishëm për falmirës. Nuk e di pse për i thojnë Milem Zlachka. Miq, kjo është e video për sot. Mire po, shëvitë të radhës. Pozit, opozit. Ju përshëndes.